shkon thot hapur. I kanë lënë në gjumë aty. Për shkak të acarit të madh, fëmia, domethënë janë ngri nga i ftohti dhe kanë vdekur. Në zemër të juglindjes së Ballkanit, atje ku shtrihet logina e Nishabës, e mbuluar nga mjegulla e kujtesës, ngrihet Nishi, një qytet i lashtë, me themelet ngulitura në gjakun dhe dhembjen e historisë shqiptare. Ky nuk është vetëm një qytet, është najsusi i lashtë, është porta e lindjes dhe udhkryqi i perandorive. Është vendi ku u shkrua një nga kapitujt më të dhimbshëm e më të harruar të kombit ton. Historia e Sanxhakut të Nishit. Ky truall, dikur i banuar nga Derdanët fisnik, kaloi në duart e perandorëve romak. Kaloi përmes kalasë së vjetër të ngritur mbi themelet e epokave, e qëndroi si qendër e zhvillimit, e tregtisë dhe e kulturës. Por fati i Nishit nuk ishte vetë se një gurshahu në lojën e madhe të pushtimeve, ku shqiptarët shpesh ishin viktima të një historie që e shkruanin të tjerët. Ne kemi të bëjmë me një territor që për momentin është domethënë nga Kongresi i Berlinit faktikisht i është dhënë së Republikës së Serbisë. Kemi të bëjmë me Sanxhakun e Nishit, me Nishin, i cili në periudhë të hershme njihet edhe si Naisus, apo vendlindja e Konstantinit parë, themeluesit të Konstantinopolës. Kur themi periudhës së hershme, ku ti referohet? Para Osmane, domethënë periudhës faktikisht periudhës Konstantinit parë, i cili ka lind aty dhe kështu edhe ka lënë edhe në literatura të ndryshme, domethënë në gjuhë të ndryshme. Tash kur flasim për Sanxhakun e Nishit, faktikisht kemi të bëjmë me një territor i cili është afërsisht sa Republika e Kosovës, si territor është fjala. Si territor. Domethënë Republika e Kosovës është 10.887 km², kjo është 10.600 e diçka, apo se ka dhe verzione të ndryshme, dikush thotë 10.900 e diçka, po afërsisht domethënë është sa territori i Republikës Kosovës sotme. Kurse sa i përket dhunës dhe kurje mballafaqu shqiptarët dhe popullsia muslimane, e cila ishte domethënë e ndryshme nga ajo slave, kjo ka filluar faktikisht në fillim të shekullit 19, domethënë në vitin 1807 me kryengritjen e parë serbe. Mirë, po para kësaj duhet ndalim në atë që në mitin për Kosovën, i cili ka lind domethënë në fund të shekullit 18 dhe në fillim të shekullit 19. Dhe ky mit faktikisht është ndihmuar, apo si të themi, përmes ligjit 12 pikësh të Vasojevićve, masandej të Načertanjës dhe përmes letërsisë serbe. Do thonë, këta në format ndryshme apo inteligjenca serbe, spari përmes kryengritjes, do thonë ka fillu dhunën në Beograd. Do thonë, dhunë të madhe domethënë kanë përjetuar popullsia muslimane, kryesisht shqiptare, bosnjake e tjera që kanë jetuar në Beograd, dhe kështu kanë vazhduar me Karagjorgjen, i cili domethënë ka shaktu të merre në atë rajon. Masandej Perandori Osmani ka rikthyer në vitin 1813 e ka rikthyer domethënë Beogradin. Mirë po, pas një kohe është detyruar Perandori Osmani që ta pranoj principatën serbe, sepse ka pas edhe kryengritje tjera. Po, dhe është detyruar në vitin 1830 që përmes një fermanit ta pranoj principatën serbe në fillim. Dhe me këtë ferman i rëndhan disa drejta, domethënë serbëve janë obliguar, janë detyruar pjesa e muslimanëve që disa territore, disa pjesë që t'i lirojnë apo të shpërngulen nga ajo pjesë,
Mirë po, Principata Serbe i ka shfrytzu këto mundësi dhe i ka nxit popullsinë slave, serbe, që ti përmes formave të ndryshme që ti nxit që të largohen popullsia nga ajo trev dhe kështu ka vazhduar. E kemi masandej ku thash edhe ligjin e 12 pikësh të Vasojevićve, i cili është në një farë mënyrë, një farë ndihmëse, po është edhe një dëshmi që ku është bazu faktikisht ajo dhunë. Dhe këtu ky ligj vlen të përmenden disa nene të këtij ligji, për shkak që janë burim i dhunës. Me burim i informacioni i sigurt, besoj se. Po i sigurt sepse është botuar nga ta. Ekziston botimi i ligjit të Vasojevićve prej 12 pikave. Ku e keni referuar dhe në këtë? Po e kam, domethënë atë botim është shumë e rëndësishme dhe këtu pika 2 numër 3 ku thuhet xhamiat e reja mos të ndërtohen kurse të vjetrat duhet shkatërruar. Domethënë këtu është edhe elementi religjioz fetar. Besimtarëve, domethënë që në atë grupin e besimtarëve musliman bëjnë pjesë edhe shqiptarët, edhe bosnjakët e turqët e tjerë. Dhe këtu duket se ka elemente edhe religjioze, faktikisht me bazë fen, domethënë. Tash pika tjetër është ku thotë mos të mbyten të turqizuarit, ata domethënë që e kanë pranuar fen islame është fjala, se ata kështu e kanë këtë shprehje domethënë, mirë po nuk kupton që edhe shqiptarët të tjerë që e kanë pranuar fen islame, por le të kthehen çdo vëllazëri në besimin e të parëve. Thotë mos të mbyten, por të kthehen në fenë e të parëve. Punohet me ta për të kthyer në fenë e parëve. Çashtë, në fenë është fjala për fenë të krishterë ortodokse. Në shekullin e 19, me fillimin e shtetëformimit serb dhe me mbështetjen e fuqive të mëdha, nisi spastrimi i heshtur dhe i dhunshëm. Sandžaku i Nishit, një territor i mbushur me fshatra shqiptare, me kulla, me këngë, me gjuhë dhe zakone, u gjunjëzua. Mira shqiptar u dobuan, u zhdukën nga regjistrat dhe nga hartat, por jo nga kujtesa. Nga Toplica, Kurshumlija, Prokupla, Lebana, e deri në Leskovc, u dëgjuan klithmat e njerëzve që po largoheshin nga vendlindja me plag në zemër dhe me tokën e dashur në kujtim. U quajtën muhaxhir, disa arritën në Kosovë, të tjerë në Maqedoni e mëtej, por rënjët e tyre mbetën në Nish dhe rënjët nuk vdesin. Po kur i referohemi termit, profesor, termit dhunë, çfarë nënkuptoni? Pra veprimet njerëzore. Po, veprimet njerëzore, domethënë, deri në vrasje. Deri në vrasje për të detyruar një komunitet caktuar, që në këtë rast janë si shumicë shqiptarët, mendojmë që janë, dhe për të detyruar që të shpërngulen. Dhe tash këtu vim edhe te Naçertanja, projekti Naçertanja, i cili ndërlidhet edhe me ligjin e Vasojevićve, po edhe me dhunën e mëhershme, domethënë gjatë kryengritjeve. Tani jemi në vitin 1844, domethënë është Ilija Grashanini, i cili një domethënë ka libra të shkruara edhe nga serbët, edhe shqiptarët e kanë trajtuar domethënë këtë çështje, po na nuk do të ndalemi ekskluzivisht vetëm për Naçertanjën sepse është temë shumë e gjerë. Mirë, po na do të dalim në atë që çka kanë nënkuptuar, domethënë Naçertanja cilin synim e ka pas. Edhe pse ky projekt nuk ka qenë ide e Ilija Grashaninit fillimisht, po ka qenë të Adam Czartorski, është një polonez, edhe një tjetër që i kam cek libri me fotografion, më thonë këta e kam pas idenë e bashkimit të slavëve në Evropë, apo në Evropën Osmane, si që kanë quajtur atëherë. Ilija Grashanini e përqafon këtë ide dhe e bën bashkimin e serbëve, domethënë. Dhe kthimin e tokave të miti, domethënë për Kosovën, kthimin e tokave të parëve, gjuhëja të parëve të tyre. Pretendojnë që to janë tokat të parëve të tyre. Pikërisht, dhe me këtë domethënë fillojnë ta edhe përmes letërsisë, përmes Njegoshit, domethënë që njihet edhe si baba i letërsisë Vladika Petar Petrović Njegoshi, domethënë, i cili domethënë në vitin 47 e bën
botim faktikisht i cili quhet Kurora e Maleve. Kurora e Maleve. Po, Gorski Vjenac, thirret. Këtu do më thonë, ai ka marrë disa pika që është autori Branimir Anzulović, kroat, i cili e ka një monografi për Serbinë Hinore. Ai thotë që në letërsi, dhe më thonë, më herët nuk është njoft një gjuhë e tillë e urrëqës, sikurse që ka përdor ky Njegoshi, ky letrari i cili ka bo sipas tij, kupto gjithnjë sipas autorit, thotë ka bërë, dhe më thonë, glorifikimin të gjenocidit, i cila mund të jetë i veçantë në letërsinë botërore. Thonë është diçka shumë e veçantë, më thonë, ku tham, Kërengriqet, ligji i Vasajevićve, Načertanja, edhe ky përmes këtij letrarit, domethënë Njegoshit. Pra ju keni përbërë një përmbledhje ku në të gjitha këto ju dalloni element të cilët na i përkasin shqiptarëve. Pikërisht, domethënë që janë përdorur kundër tyre. Ky dokumentar nuk është thjesht një tregim për një qytet të humbur. Është një thirrje nga historia për të mos harruar. Është një dëshmi për Sanxhakun e Nishit, zemrën e ndaluar të shqiptarëve, që rreh ende në gjoksin e një kombi të plagosur. Sanxhaku i Nishit jeton në kujtesë, në gjak, në drejtësi që pret të zgjohet. Përmes letërsisë, përmes këtyre projekteve më shefta si që është Načertanja, po edhe përmes ligjit Vasajevićve që është i hapur tashmë dihet, më thonën vim dal nga dal Principata Serbe, do më thonë i zgjeron synimet e veta në dëm të tokave të fqinjeve, këtë rast të shqiptarëve, dhe fillojnë në format ndryshme ta shpopullojnë njëherë Beogradin, pjesë tjera të Serbisë së sotme që është, dhe vim të Sanxhaku i Nishit, ku në vitin 1877, siç dihet, domethënë ajo lufta e madhe që është zhvilluar në Plevne, në mes të Rusisë dhe Perandorisë Osmane, dhe me humbjen e kësaj betejë, me një farë mënyre Serbia, Principata Serbe e shfrytëzon rastin dhe e pushton Nishin, Sanxhakun e Nishit. Asaj kohë, nëse do t'i referohemi i numrit caktuar njerëzish, sa ka qenë popullsia asaj kohë në këtë periudhë ku ju po thoni që u pushtua? Tash, nëse i referohemi dokumenteve, sidomos osmane dhe atyre që na kanë sjellur sidomos konsulli britanik. Sipas konsullit britanik, në raportin që dërgoi në Londër në shtator të atij viti, domethënë është fjala për vitin 1878, i kishte ilustruar qartë, domethënë situatën e trisht të krijuar në atë kohë. Mbi të gjitha në raportin theksoi se popullsia muslimane e qytetit të Nishit nga 8300 kishte rënë në 300 banor. Në 300 banor. Në 300 banor. Domethënë, ka ishte shpërngulur. Janë shpërngulur, kuptohet tash duhet të sqarojmë diçka. Këtu përveç që është përdor dhuna, edhe përveç që janë detyruar ta shpërngulen. Këtu ka qenë edhe një dezavantazh i keq, një fatkeqësi të themi për shqiptarët, sepse ka qenë një acar edhe një dimër shumë i madh. Edhe tash për kohën nuk ka pas mjete të shpërngulen, një pjesë e madhe kanë vdekur rrugës. Kjo është shumë e dhimbshme. Kjo është shumë e dhimbshme, bile do ta citojmë edhe një pjesëmarrës të betejave që janë zhvilluar, domethënë në atë pjesë, e tregon një rast ekskluziv, domethënë se çka ka ndodhur aty, do ta shohim domethënë që është tepër e dhimbshme. Mirë, po ne do të ndalim në atë që tash pasi që e pushtuan Nishin, sipas raporteve angleze, raportet angleze janë më detajuara në këtë rast dhe tregojnë se çështje kanë shkatruar, në çfarë forme kanë shkatruar domethënë në qytetin, dhe thot prej 15 xhamive që ishin, thot edhe 4 që ishin në Kala brenda, thot u shkatruan thot gjithsejt 11 xhami. Dhe një xhami, faktikisht 15 kanë qenë. Forcat serbe i shkatruan, domethënë 11 xhami. Dhe një xhami kishte mbetur thuajse e parrënuar dhe ky konsulli britanik thot, pse thot këtë e rrezoni?
thot mjaftojnë thot 3 të mbesin atëve, thot mjaftojnë thot 3 xhami të mbesin atyre. Dhe le që shkatruan këto, po shkatruan edhe lagjen e pazarit shqiptarëve në Nish, i cili kishte 150 shtëpi me afërsisht 3000 banor, domethënë shqiptar dhe të tjerë. Këtë pjesë, domethënë të lagjes më të bukur të themi kështu të Nishit, e shkatruan tërësisht, edhe kopshtet edhe krejt i shkatruan që mos të mbesin gjurmë të shqiptarëve që kanë jetuar atje. Dhe kështu domethënë popullata njëherë sipas raportit gjithherë domethënë duke u bazuar në raportet e konsullit britanik, njëherë në fillim domethënë janë tërhequr në Kala, nga autoritetet serbe kanë marrën garancione që nuk do t'i shkatërrohen shtëpitë e mallrat e çka kishin në Sanxhakun e Nishit, mirë po as kësaj nuk ju përmbajtën forcat serbe dhe shkatëruan gjithçka. Dhe i morën edhe i paguan me të holla, me shumë pak, domethënë i paguan shtëpitë dhe i morën, i përvetësuan, i bënën për vete. Mirë po shtëpitë cilët ishin ndërtuara në atë kohë që njihet për arkitekturën e veçantë që ishin nga druri, i përdorën shpesh herë edhe për ndezjen e zjarrit. I dogjën domethënë. Naisusi, qyteti i ndërtuar nga romakët, shtrihi mbi rrënojat e një vendbanimi Dardan. Këtu, në këtë tokë, lindi një nga perandorët më të njohur të Romës, Konstantini i Madh. Rrugët ishin të gurta, ështjella të pathyeshme, dhe jeta rritte mbi themelet e një qytetërimi që do të ndikonte për shekuj. Nishi nuk ishte thjesht një qytet. Ai ishte Chelsea i Ballkanit, kush e sundonte. Kishte dorën mbi tregtin, mbi ushtrinë, mbi rrjedhën e historisë. Që nga Bizantët te bullgarët, nga Osmanët e serbët, të gjithë e kërkuan, por rrallë kush e mbajti pa gjak. Nga Prokupla deri në Leskovc, nga Toplica në Kurshumli, ky ishte një territori banuar prej shqiptarëve të nik për shekuj me radhë. Ata jetonin me zakonet, gjuhën dhe besimin e tyre. Ishin fermer, luftëtar, poet, por askush nuk mund të imagjinonte tragjedin që po afrohej. Dhe shkatruan kështu domethënë një pjesë shumë të madhe të qytetit. Dhe thuajse gjurmët e asaj periudhe gjatë osmane, thuajse u shkatëruan thuajse tërësisht. Nëse do t'i referoheshim, le të themi, shprehive të sotme, këto hyn në kuadrin e masakrave të mëdha, galopante. Po sigurisht. Shkatrimit të territorit, të banesave, po dhe të njerëzve. Sigurisht këtu kemi të bëjmë domethënë me shkatrim të qyteteve, me dhunë, masakra, shpërngulje, gjitha domethënë se përmes dhunës shkaktohen shpërnguljet. Domethënë është një kaos i madh në acar, në dimër, të ftohtë që popullata është detyruar masandej të shpërngulet. Dhe një pjesë e asaj popullsie, një pjesë më e madhe themi, u vendos në vilajetin e Kosovës, kryesisht njëherë në Shkup dhe në territoret tjera, një pjesë u vendos në kufirin që mendohej që do të vendosej sipas Kongresit Berlinit, domethënë afër territorit Sanxhakut Nishit, u vendosë një pjesë e madhe, bile ka dhe raportet Perëndimit Osmane që ata her pas here kanë sulmu, domethënë pas vitit 1878 kanë sulmu autoritetet serbe, sepse kanë pasur synim të kthehen revolt për të kthyer domethënë në trojtë e tyre. Sigurisht që kanë bërë shqiptarët edhe ankesa të shumta ka në raportet zyrtare, mirë po ata me një farë mënyre hasën në vesh të shudhur. Edhe nga shtetet evropiane të fuqishme të asaj periudhe, sepse Perëndimi Osmani me njëherë ndërmori masa që t'i rikthej këtë popullsi dhe përdori metoda të ndryshme, domethënë edhe përmes marrëveshjeve që tentoi t'i bëjë me forcat ruse, mirë po nuk pati sukses. Gjithashtu edhe dëshiruan që t'i bindin edhe
autoritetet evropiane, mirë po ata një nuk i besuan për ndërsa së bane, mas andej kur e panë realitetin vetëm se ishte, do të thonë, e kryer dhe ishte vonë, kishte mbaruar gjithçka dhe kështu kjo popullsi, siç e tham, do të thonë një pjesë ka ndruar jetë, një pjesë masakruar, një pjesë janë shpërngulur dhe disa dhe për shkak të ftohtit të madh acarit ka ndruar jetë domethënë rrugës dhe edhe sot dhe kësaj dite muhaxhirët, se i quajnë muhaxhirë domethënë këta, shqiptarët e Sanxhakut Niqit, i ki shumë të lehtë t'i gjesh edhe në Kosovë. T'i gjesh. Po përmes mbiemrave, sepse kanë marrë mbiemrat, për mbiemra kanë marrë emrat e vendbanimeve nga vinë. Shembull, Masurica, aje ka marrë mirë Masurica, se nga vjen, domethënë. Ose Vranje. Kur janë shpërngulur ata? Po kanë dhënë si mbiemër. Po kanë marrë për mbiemër, domethënë emrat e vendbanimeve nga vinë. Një veprim shumë interesant. Shumë interesant, Ka dashtaruajnë edhe të mbiemrit e identitetit. Edhe sot jemi në Prishtinë, sot e kemi lagjën e muhaxhirëve. Që është në Prishtinë këtu. E kanë atë xhamin ata që e kanë ndërtu, edhe është një pjesë, një popullsi shumë e madhe, domethënë që edhe sot e kësaj dite jetojnë në Prishtinë, po dhe në vendet tjera të vilajetit Kosovës. Ruajnë ata kujtime, shumë ruajnë. Shumë kanë ruaj, edhe pse sigurisht, edhe pse ka kaluar shumë kohë e gjatë. Brez pas brez, i ruajnë kujtime. Unë vetë personalisht jam i shpërngulur domethënë nga Sanxhaku i Niqit. Ma konkretisht nga nahia e Masuricës, që ka qenë pjesë e Kazasë së Vranjes. Ka nga fisi juaj, nga gjaku juaj që mbajnë të mbiemër? Ka, domethënë, sidomos është i njoftën ai hoxha inovator, domethënë Hasan Masurica, domethënë ai ka mbarë mbiemrin nga shpërngulur, domethënë. Dhe ka në fshatin, domethënë ku janë të partë e mi tash të vendosur, a qenë Tërnas, domethënë ka nga Masurica, ka dhe vende tjera, po ka dhe nga vendbanime tjera, kemi edhe politikanë domethënë në Kosovë që mbartin mbiemra domethënë atje, Konjufca shembull. Edhe Grajqevci, vende tjera domethënë që për disa dhe Vranja kanë, disa Nishi, Nishliu, Nishi. Domethënë ka plot sot është shumë lehtë domethënë t'i gjejmë, t'i evidentojmë. Mirë po, këtu vlen përmendet edhe Kumanova dhe Shkupi që edhe atje domethënë një pjesë e madhe të shpërngulurve domethënë janë vendosur atje. Atje kanë krijuar dhe lagje të veta. Në Kumanov. Në Shkup e këtyre shqiptarëve të shpërngulur nga Nishi se sa në Kosovë? Jo, kryesisht i kemi në Kosovën e sotshme, mirë po edhe një pjesë e madhe është shpërngulur në Shkup dhe në Kumanov. E kemi parasysh në atë periudhë, domethënë vilajeti i Kosovës ka pas qendër Shkupin. Dhe ata të shpërngulurit një pjesë faktikisht janë vendosë mas pari përmes Shkupit i kanë bërë shpërnguljen. Për në Selanik më të qenë mas ndaj edhe për në Stamboll dhe në vendet tjera. Kështu që muhaxhirët apo historia e muhaxhirëve është shumë e dhëmshme. Unë du të ndalem edhe tek serbi, i cili domethënë ka marrë pjesë domethënë në betejat që janë zhvilluar nga forcat serbe. Ai përmend domethënë në rastin, një rast dramatik faktikisht. Dhe ky rast nga prek këtej mase, sepse ne këto i kemi përjetuar edhe në luftën e fundit të Kosovës. Thot kur erdhëm thot me një shtëpi, thot dera i shkon thot hapur. Thot edhe familja thot ishin shpërngul, kishin ikur. Dhe domethënë prej tmerrit të madh, prind që detyru domethënë fëmijët e vet që kanë qenë duke fjet, domethënë i kanë harruar fëmijët. I kanë lënë në gjumë aty. Edhe për shkak të acarit të madh, fëmija, domethënë, janë ngri nga i ftohti dhe kanë rrujet. Janë gjetur në krevat? Janë gjetur në krevat, domethënë të vdekur. Domethënë, thotë na kur kemi ardhur thotë jemi të merru. Edhe pse është serb, edhe vetë ka bu. Ai rrëfen, thotë, kur e kum pa këtë rast thotë që më prek shumë, thotë, se njëri thotë i kish pasit qel, thotë, mu duk sikur të jetë i gjallë. Mirë po për shkak që dera thotë i shkon hapur dhe ftohti i madh acari i madh thotë janë ngri nga të ftohti edhe kanë rrujet. Thotë janë të merru dhe ata janë të merru vetë domethënë që kanë pa. Po për shkak të tmerrit madh na dim se një prind sa ka vështirë domethënë ta braktisë domethënë fëmijën e vet. Aq shumë. Aq shumë tmerr të madh kanë përjetuar sa që janë detyruar dhe fëmijët e vet. Kanë harruar. Mi harruar. Cilit viti referohemi këtu? Këtu është vitin domethënë 1877-1878 domethënë ata periudha kur janë libri thirrët lufta domethënë në Toplic.
Mbi 60.000 burra, gra dhe fëmijë u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Qindra u vranë, mijëra u zhdukën pa gjurmë. Kështu u shkrua një nga kapitujt më të errët të historisë së Ballkanit. Shqiptarët e Sanxhakut të Nishit nuk u zhdukën. Ata u zhvendosën. E me vete morën gjuhën, këngën, zakonet dhe mallin. Në Kosovë, Maqedoni e më gjerë, jetojnë mira pasardhës të atyre që u quajtën muhaxhir. Por për ta, Nishava nuk është thjesht një lumë, është një plagë që rjedhende. Historia nuk fshihet. Ajo jeton në çdo gjurmë, në çdo fjalë të pathënë. Kur Shumlia, Toplica e kjo pjesa Këndej, domethënë ka qenë thujse 100% domethënë me populluar me shqiptar. Edhe këta pranojnë vetë, përmendin vetë, bile ka dhe prej autorëve serb që thonë kemi bu gabim që i kemi shpërngulur shqiptarët, sepse ka pas paragjykime shumë për shqiptarët. Ata e kanë përshkruar shqiptarin si person të egër. Mirë po pasi që i kanë pushtu këto toka kur i kanë parë nga afër, e kanë parë që shqiptarët janë njerëz të rregullt, kanë shtëpi të bukura, janë shumë punëtor, kanë të mirëmbajtur ambientin, kanë e gjëra të tilla kur kanë pa thotë na kemi bërë të gabim, thotë që kemi shpërngul këtë popullsi dhe vet, domethënë. Mirë po për fat keq, kjo është tragjedia e Sanxhakut të Nishit, e cila të e mos duhet të rrëfet, duhet të regohet, sepse unë e thash edhe më herët, kemi shumë prej muhaxhirëve, kemi shumë Kosovë, po unë kom taku edhe në Turqi, ka edhe në Adana, ka edhe në Siri një pjesë. Një pjesë e mirë në Turqi edhe ne kemi u lumtuar. Po, më thonë, ka shumë, më thonë, unë edhe këtu hasi shpesh, thotë edhe unë thotë jo muhaxhir, edhe unë jo muhaxhir, aq shumë kom has që është tash përderisa kemi të bëjmë me një territor ku thash sa Kosova e sotit, sa Republika Kosovës tanishme, ku ka pasur një popullsi të madhe, domethënë. Autor domethënë që kanë shkruar sidomos Sabi Tuka, ai ka dhënë numrin 250.000. Mirë po, unë më referua dhe burimeve tjera, unë mendoj që afër 200.000 janë si banor. Kuptohet të shifra nuk mund të qenë strikta ashtu sakta 100%, mirë po për afërta, sepse siç e thash kanë qenë kushtet rrethanat e kohës që ka qenë problem domethënë edhe të shënohen edhe ata që kanë ndrruar jetë, edhe ata që janë shpërngul, sepse një pjesë që janë shpërngul ata kanë pas edhe dokumente që kanë marrë prej Perandorisë Osmane, mirë po jo të gjithë kanë pas dokumente, edhe jo të gjithë, masandej kanë ndodhur edhe pas 1878 shpërngulje edhe tjera, domethënë luftat ballkanike, e një pjesë shpërngul edhe në gjatë asaj periudhe. E është domethënë ka vazhduar shpërngulja në periudha të ndryshme. Sigurisht ka vazhduar edhe më tutje dhe kështu që edhe në vitet e mëvonshme mund të themi që shumë prej tyre ose disa prej tyre që janë shqiptar janë detyruar të mos e deklarojnë kombësinë e tyre. Po tash ata janë një pjesë në asimilu. Një pjesë e mirë edhe e dinë, domethënë të kaluarën e vet edhe pranojnë. Po ka dhe aktor të librave, ka ndryshme biznesmen. Profesor, që në Novi Pazar, në qendër, të bëjmë një kamerë të fshehtë, ku të evidentojmë disa njerëz të cilët nuk duken pamje të parë se flasin shqip, por në fakt e njohin gjuhën shqipe mirë. Një ndër ta ishte një person i cili deklaroi që në shtëpi un kam një arkiv të madhesh me dokumenta shqiptare, por edhe gjyshrit e mi kam fotografi me plisa. Pra ata ruanin fotografitë të parëve të tyre me plisa, që është një veshje tradicionale shqiptare. Sigurisht, edhe në Jeni Pazar, në Pazar që quhet tash, edhe me muhaxhirët, domethënë i kanë ruajtur me fanatizëm, domethënë dokumentet, fotografitë. Mirë po, sa i përket Novi Pazarit, atje është asimilimi sepse popullsia ka vazhduar të qëndrojë aty. Edhe sepse Jeni Pazari ka qenë edhe pjesë e Vletit të Kosovës deri në vitin deri vonë dhe popullsia shqiptare një pjesë është shpërngul. Mirë po një pjesë ka qëndruar aty. Të deklarohet jo shqiptare. Po, dhe në ndërkohë janë detyruar edhe të deklarohen ashtu. Mirë po, sa i përket muhaxhirëve të Sanxhakut të Nishit, këta një pjesë edhe janë asimilu. Po një pjesë e din, një pjesë e bukur e mirë, e din të kalumën e vetë edhe janë fanatik të themin në këtë drejtim që mundon të arrujnë me çdo kusht, domethënë të kalumën e vetë dhe e din.
Sanxhaku i Nishit nuk është thjesht një copë toke, është kujtesë, është amanet, është e vërteta që pret të thuhet me zë të lartë. Por historia e Sanxhakut të Nishit nuk përfundon me dhimbjen. Ajo vazhdon në heshtjen e arkivave, në heshtjen e shteteve, në librat që nuk u shkruan kurrë, në tekstet shkollore, ku mungojnë kapitujt që duhet ishin. Ajo është një histori që nuk gjeti drejtësi, por që ende kërkon të dëgjohet. Fëmijët e atyre që u dëbuan nga Prokupla, nga Kurshumlia, nga Leskovci. Sot jetojnë me emra të ndërruar, me mbiemra që nuk i njohin, me kujtime të gjyshërve, që flasin për shtëpi të braktisura dhe oxhaqe, që nuk tymosin më. Ata rriten me mallin për një vend që nuk e pan kurrë, por që e ndjen në gjak. Ata janë dëshmia e gjallë se kujtesa nuk vdes. Në trojet ku sot rrallë dëgjohet fjala shqipe, në rrugët ku kënga e vjetër u hesht, gjurmët janë ende aty. Dy pyetje të cilat për mua dhe për emisionin të konsiderohen shumë të rëndësishme. E para, përveç kësaj ngjarje tragjike që ju ka mbetur në memorien tuaj nga lumtimet dhe nga leximet që keni bërë dhe përkthimet lidhur me fëmijët e ngrirë në krevat, ka ndonjë ngjarje tjetër të prekshme të cilën ju ka mbetur në memorien tuaj? Sigurisht që ka shumë, sidomos prej këtij autori ka dhe dhëna tjera. Mirë po, për shkak që në dhimbjen e luftës Kosovës e kemi ende të freskët. Unë kam hezitu të thënë drejtën edhe im rezervuar të shënoj edhe më tepër. Mirë po, mendoj që ky rast e përshkruan më së miri, domethënë se çka ka ndodhur. Ka shumë kësi raste, mirë po unë ky më ka prek më shumë ky rast. Dhe këto e kam përmend, po sigurisht ka edhe tjera që unë i kam has. Ulëmtimi juaj, gjithçka që ju keni rezervuar brenda vetes dhe keni bërë këtë tashmë publike për lexuesin, ka të bëjë me origjinën tuaj që vjen nga Sanxhaku i Nishit? Sigurisht e kam ndier domethënë obligim që të merrem me Sanxhakun e Nishit, pasi që vetë familja ime të partë e me janë domethënë shpërngulur nga kazaja Vranjës, faktikisht nga nahia e Masuricës, dhe e kam ndier të mos si obligim që të merrem me Sanxhakun e Nishit, sepse kam gjene domethënë nga ndej dhe kam menduar që nëse unë nuk e bëj në gjë të tillë, dikush tjetër nuk do të gjykoj, po edhe nuk e ka të ndjesinë që kam unë për atë pjesë, ai person që nuk është nga atje, nga ajo zonë. Për ato domethënë me shumë përkushtim jemi munduar periudhë gjatë, domethënë kemi punuar në këtë monografi së pari si doktoratur që e kam mbrojtur në bursa në Universitetin Ulluta. Masandej edhe verzioni në Shqip, i cili ka botuar Instituti i Historisë Ali Hadri këtu në Prishtinë. Kështu që kjo është ajo domethënë që më ka nxitur domethënë sigurisht që e kalumja dhe prejardhja. Çfarë projektesh keni në dorë aktualisht? Flasim gjithmonë për Sanxhakun e Nishit dhe që do t'ja vini në dispozicion dhe lexuesit. Jeni duke punuar diçka? Po sigurisht në dokumente për Sanxhakun e Nishit, po edhe për Ballkanin apo Rumelin, siç është quajtur në atë periudhë, në arkivin osman ka shumë dokumente. Kur them shumë, ka me mija, është edhe miliona dokumente. Për momentin ka disa punime që i kemi punu dhe punojmë, sepse dalin në dokumente dhe burime të reja dhe më thonë për Sanxhakun e Nishit, mirë po unë jam fokusuar për momentin në popullsinë. E së shpejti besoj që do të dalen një punim për Masuricën, sepse e kom gjetë domethënë regjistrin e popullsisë Masuricës, që është i vitit 1831. E zbuluam. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse është diçka e re, domethënë deri më tani domethënë nuk kemi shkrime, domethënë në lidhje me Masuricën, dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse nxjerr edhe popullsinë dhe nxjerr Masuricën si nahije, që edhe vetë si studiues nuk e kam ditë, që ka qenë nahije domethënë kuadër të Kazas Vranjës, kështu që me këtë jemi të punu për momentin, sigurisht që do të bëjmë punime edhe për vilajetin e Kosovës, edhe për pjesë tjera ku jetojnë shqiptarët, mirë po fokusin gjithmonë do ta kemi
te Sanxhaku i Nishit. Sigurisht që do ta kemi mundësinë dhe do të jetë një kënaqësi për ne që ta ndajmë me emisionin autokton me ndjekësit, po dhe me publikun e gjerë shqiptar, si në anën e Shqipërisë andej, po edhe në anën tjetër të shqiptarëve. Do të kemi kënaqësinë që ta ndajmë këtë, pse jo që dhe lexuesi të di diçka më shumë, sepse ishte një bisedë e cila ishte mjaft e vyer, por me shumë informacione, të cilat shumë prej nesh nuk i dinë. Janë ulumtime ndër vite, bashkëpunime me njerëz të asociuar për këtë profil, por edhe një punë e shkëlqyer e juaj. Kështu që ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit të juve që gjetët kohën për të shpalos këto dhëna, domethënë për Sanxhakun e Nishit, edhe pse ky emision është ndoshta i shkurt se çka mundet të thuhet për Sanxhakun e Nishit, ka shumë çka të thuhet, mirë po mendoj që një pjesë bukur e mirë është elaboruar, jemi munduar domethënë ta elaborojmë. Të përmbledhur ta elaborojmë sa më mirë. Po do ta vazhdojmë deri emisionit autokton do të jetë hapur sigurisht për të gjitha tematikat që kanë të bëjnë me Sanxhakun e Nishit, duke nisur kështu si një cikël dokumentarësh për të ulëmtuar dhe për t'i dhënë publikut periudha të caktuara ndër vite. Patjetër, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Në themelet e shtëpive të rënuara, në gurët e varreve të shkullur, në emrat jo serbizuan me dhunë, në toponimet jo ndërruan për të fshehur të kaluarën, por toka nuk harron, ajo banerën e gjakut. Zërin e fëmijëve që qanin në borë, dhe mallkimin e nënave, që u ndan me forcë nga toka e tyre. Sot, në kohën e informacionit dhe të drejtave ndërkombëtare, Sanxhaku i Nishit mbetet një plagë e pasbardhur. Asnjë tribunal nuk gjykoi dëbimin e shqiptarëve të 1877-1878. Zëri i tyre vjen përmes brezave, përmes këngëve që thurin dhembje, përmes poemave që ruajnë kujtesën kolektive, përmes dokumentarëve që guxojnë të thonë të vërtetën. Për të njohur atë që jemi, duhet të njohim atë që kemi humbur, dhe Sanxhaku i Nishit është pikërisht ajo humbje që na ndjek si hije. Ky rrëfim nuk mbyllet këtu. Sa herë që një fëmijë shqiptar lind në Kosovë, Maqedoni apo më tej, dhe mban një mbiemër që rrihet nga ato treva, Sanxhaku i Nishit rilind. Ai rron në kujtesën e familjeve, në rrëfimet e pleqve, në gurët që presin të flasin, në historinë që pret të njihet. Sepse kujtesa nuk vdes. Sanxhaku i Nishit jeton.